Tërmetet lën familjen Ramadani pa kulm mbi kokë, shtëpia ku po banonin me qira tashmë e pabanueshme pas dëmeve nga tërmeti. BDI-ja nuk dëshiron t'i komentojë deklaratat e zëdhënësit të qeverisë se kjo përbërje qeveritare nuk do ta votojë asnjëherë dëgjuesin. Kryetari i qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, thotë se nuk do të harrohet Hasanbegu gjatë riparimit të dëmeve nga vërshimet e gushtit. Lëvizja Besa bën apel të mos pengohet mësimi në gjuhën shqipe në shkollat e vendit. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se vini në lajmet qendrore për t'ju njoftuar me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Familja Ramadani ishte njëra prej atyre familjeve që pësoi gjatë tërmeteve të fundit që e tronditën Shkupin. Për më shumë se 8 vjet ata banonin në një shtëpi me qira në lagjen Seraf të Shkupit, por edhe kjo shtëpi u bë e pabanueshme. Kryefamiljarja Bafti Ramadani ka rrëfyer për televizionin Shenja se po kërkojnë nëse mund të gjejnë ndonjë shtëpi tjetër me qira për më të ulët sepse nuk kanë para për ta paguar. Kjo është gjendja e shtëpisë në të cilën ka banuar familja Ramadani deri në ditën kur tërmeti tronditi Shkupin. Një tavan plot me vrima, nga i cili pas çdo mbylljeje të dyerve shkëputet një copë tjetër, edhe me muret e plastaritura të cilat mund të bien prej momentit në moment. Për më shumë se 8 vjet, ata banonin në një shtëpi me qira në lagjen Seraf të Shkupit. Kryefamiljarja Bafti Ramadani thotë se dëmet që i kanë shkaktuar tërmeti kësaj shtëpie të vjetër nuk u lejon atyre që të kthehen më aty, ndërkaq kushtet e rënda ekonomike nuk u lejojnë atyre që të sigurojnë një kulm mbi kokë. Po që tu kina jetu me frikë, se po bje sot, po bje nesër, një po plava në ra, po se jam ku kërkon, e kum pastruve, ka pet kina të përcija më që tone, sjetohet, kini me pa dhe vetë. Me qirajnë, dëmtu për tërmetit, pa kokon, po dhe ka dëmtu adit. Mështë të sjetohet këtu, kini me pa dhe vetë, që sa jetë me qiraj. Kina jetu qështu në për shpijat hujen, e kina pas shpijen Lisic, a gjena i prishën. Nësa nina marum, deshtu me maru 3, edhe ata me i prishën. Se s'kina pas dokument, s'kina pas mësime pa dokument, edhe ata me i mësumë. Qështu në familja, krabaja, burrit, të mete me bon një disoba me bon. Ajo mezi që po i mbante lotët derisa rrëfente për tmerrin që kanë përjetuar gjatë tërmetit edhe për tmerrin akoma më të madh kur i kanë parë pasojat që kanë lënë pas vetes këto lëkundje të tokës. Kjo familje me njëherë pas tërmetit kanë qëndruar në përparqe, ndërkaq më pas janë shpërndar tek familjarët. Ande të konë për kretë që ki rëndësi, po për neve se di, konë ma shumë. Se që tonë në konë të nejtë buri une, të mboje meksi për Bajram, vesh kur ka dridhen edhe të dalë për dire ati, në një kish bo terë, nuk u shqip ki ka me shku, që dira o plafoni. Gjallit të fletë në sobë, në impi, Burri jam ka shku në tonë ka soba, unë e thashu habit, ish kur ka dalë me gjallin për dorë, në krak ish ka të fletë. Dhe kina dalë për jashtë nëmë se janë një tjetëri në i pisklima i shkonë dhe i nanë mujë është po shumë të ishtu edhe ajë. Qati për jashtë nëmësën, me nëzhe që gjallis ish këtune, po dhe i kikë shpa për jashtë telefonat të ndërprejnë, së në mërshmi kër një farlirje. Rishtimi madhë për krejtë të konë, po dhe për neve, se di që shumë. Ramadani rrëfeu gjithashtu se gjatë gjithë kohës po kërkon ndonjë shtëpi me qira më të ulët dhe pasi nuk ka arritur të gjejë një zgjidhje, pavarësisht se kishte shumë të rëndë, vendosi të kërkojë ndihmë nga njerëzit human, që t'i dalin në ndihmë kësaj familjeje, të papunë dhe mbi të gjitha pa kulm mbi kokë.
BDI-a po hesht ndaj deklaratave të zëdhënësit të qeverisë Aleksandr Gjorgjev, i cili tha dje se kjo përbërje qeveritare nuk do të votoj asnjëherë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Të pyetur nga televizioni Shenja, përfaqësuesit e Partisë Ahmetit nuk komentojnë këto deklarata të bëra në emër të qeverisë ku bëjnë pjesë edhe ata. Bashkimi Demokratik për Integrim hesht ndaj deklaratës së zëdhënësit të qeverisë Aleksandr Gjorgjev, i cili deklaroi dje se kjo përbërje qeveritare nuk do të votoj dygjusin, edhe pse zyrtarizimi i gjuhës shqipe vitet të tëra është pjesë e platformave politike të BDI-s dhe ky premtim është përsëritur e ripërsëritur gjatë çdo fushate zgjedhore. BDI nuk ka dalur me sqarim nëse pajtohen ose jo me qëndrimin e partnerit të saj të koalicionit VMRO-DPMN. Të kontaktuar nga televizioni Shenja, nga BDI nuk janë përgjigjur dhe nuk kanë komentuar këtë deklaratë të Gjorgjevit. Ndërkohë zëdhënësi i qeverisë Aleksandr Gjorgjev deklaroi se qeveria nuk ka diskutuar rreth propozimit të LSDM-s për vendosjen e dygjuesisë në gjithë territorin e vendit. Ai madje siguroi opinionin se derisa të jetë kjo përbërje e qeverisë VMRO-BDI, një propozim i tillë asnjëherë nuk do të kaloj në qeveri. Duke pasur parasysh pozicionin momental të partisë politike VMRO-DPMN, e cila është partia kryesore, bartëse dhe thelbësore e koalicionit qeveritar, ky propozim që e nxori LSDM-ja për dygjuesin nuk do të kaloj në sanë qeveritare në këtë përbërje. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe u riaktualizua nga kreu i opozitës maqedonase Zoran Zaev, i cili së fundmi në disa paraqitje të tij është shprehur pro përdorimit zyrtar të gjuhës së shqipe në vend. Deklaratat e tij hasën në reagim të ashpër nga partneri i koalicionit qeveritar të BDI-s, VMRO-DPMN-ja, e cila vlerëson se dygjuesia është fillimi i procesit për coptimin e Maqedonisë. Dygjuesi sipas zyrtarëve të VMRO-DPMN-s do të thotë shtet dy kombësh edhe me dy kushtetuta. Ndërkohë për LSDM-n, kushtetuta dhe ligjet në fuqi janë kornizë mjaftueshme për rregullimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, por sipas tyre këto norma juridike nuk po implementohen. Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie, njëkohësisht ministri i brendshëm teknik Oliver Spasovski, tha se nuk ka nevojë për ndryshimin e ligjeve dhe kushtetutës, por zbatimin e tyre. Çështja e gjuhës është e rregulluar me Kushtetutën e Maqedonisë dhe ligjet në fuqi, dhe kjo është kornizë e mjaftueshme, vetëm duhet të implementohet. 3 debate buxhetore, ndërprerja e ligjit për lustrim, ridefinimi i njësive zgjedhore dhe shumë ligje të tjera duhet të miratohen brenda 22 ditëve të mbetura deri më 12 tetor, kur kuvendi shpërbohet për të shpallur zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Të gjitha këto vendime janë të patjetërsueshme të miratohen deri më 12 tetor, ndërsa po të gjitha në të kaluarën kanë shpenzuar më shumë ditë se sa ato që ju kanë ngelur në dispozicion në këtë rast. Realizimi i buxhetit për vitin 2016, rishikimi i buxhetit për vitin 2016 dhe propozim buxheti për vitin 2017, bashkë me ligjin për ndërprerjen e ligjit për lustrim dhe ridefinimin e kufive të njësive zgjedhore. Këto janë vetëm disa nga ligjet e voluminoze në mesin e 10 ligjeve dhe vendimeve që duhet t'i sjellë kuvendi në një afat prej jo më shumë se 22 ditëve apo 17 ditëve të punës. Deri më 12 tetor, kur shpërbohet kuvendi, deputetët aktual duhet të kalojnë vendime të cilat në të kaluarën secila prej tyre ka shpenzuar 10 ditë. Rishikimi i buxhetit të këtij viti bëhet me qëllim të sigurimit të mjetave për dëmshpërblimin e qytetarëve që pësuan në vërshimet e fundit, dhe kjo temë ka ngjallur debat disa ditor në të gjitha trupat parlamentar. Por edhe më i nxehtë pritet të jetë debati për vitin e ardhshëm, i cili do të shqyrtohet për të gjitha zërat që përmban dhe të kalojnë në të gjitha komisionet parlamentare. Edhe ligji për ndërprerjen e ligjit për lustrim nuk ka shpresa të përmbyllet për një periudhë të shkurtë, duke patur parasysh debatin e ashpër mes pushtetit dhe opozitës që është zhvilluar brenda kësaj periudhe. Një tjetër ligj i patjetërsueshëm, i cili është edhe kusht për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, është ndryshimi i kodit zgjedhor. Gjegjesisht ridefinimin e njësive zgjedhore, për çka partitë kanë shpenzuar tani më disa ditë vetëm për hapjen e debatit dhe realizimin e konsultave. Hapi i parë konkret në këtë temë pritet të hënën, por edhe për nesër nuk dihet me siguri nëse propozimi do të hyjë në kuvend. BDI u ka dorëzuar partive të tjera parlamentare 2 propozim ligje, të cilat ata është dashur të shqyrtojnë brenda 2 ditëve të fundjavës.
dhe qëndrimet e tyre pritet të shpalosin nesër në takimin koordinues me kryeparlamentarin Trajko Veljanovski. Askush nuk e di me saktësi se deri kur mund të zgjasë debati rreth propozimeve para se një ligj konsensual të hyjë në procedurë parlamentare. Edhe për këtë temë partitë kanë qëndrime të ndryshme. Jo zyrtarisht mësohet se BDI ka kërkuar i definimin të gjitha njësive zgjedhore, për çka nuk ka sinjale për disponim pozitiv tek VMRO dhe LSDM. Si zgjedhje alternative mësohet se është propozuar kalimi i Dibrës në njësinë e 5 zgjedhore. Për këtë propozim e kundërshton PD-sha opozitare. Partia e Menduthaçit kërkon që të gjitha njësitë të kenë numër të barabartë të votuesve, ose në të kundërtën të zvoglohet numri i deputetëve në njësitë me më pak votues dhe të rritet tek ata që kanë më shumë votues se mesatarja, siç është rasti me njësinë e 6 zgjedhore. Në këtë njësi që dominohet nga shqiptarët ka 5.28% votues më shumë se mesatarja, ndërsa njësitë 3 dhe 4 kanë mbi 4% më pak se mesatarja, që dallimin mes dy njësive dhe njësisë së 6 e sjell në deri 30.000 votues. Përveç këtyre vendimeve, ku vendi duhet të miratojë edhe një listë të tërë ligjesh, plane vjetore, ratifikime të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ligje të tjera. Ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë Nikola Popovski quan dashakeqe spekulimet se ai mund të jetë lideri i ri i VMRO-DPMN-s dhe kryeministri i ardhshëm i vendit. Sipas tij, partia ka lider dhe se ai nuk ka ambicie të tilla. Nuk kam ambicje të jem kryeministri i vendit e as kryetari i VMRO-DPMN-s. Kështu është përgjigjur zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski në pyetjen nëse sheh veten si zëvendësuesi Nikola Gruevskit në rast fitore të VMRO-DPMN-s në zgjedhje që pritet të mbahet më 11 dhjetor. Ne, veruam дека се zlonamërni shpesh. Jo, besoj se këto janë spekulime, dashakeqe të cilët dukshëm se dëshirojnë të dëmtojnë tokën, nuk besoj në këtë. Në lidhje me raportet me Greqinë, në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Popovski ka thënë se po punojnë dhe do të punojnë në përmirësimin e raporteve, por se zgjidhja e çështjes së emrit është e ndarë nga procesi i përmirësimit të besimit të ndërsjellë mes dy vendeve. Političkiот kontekst ne je povoljen za to. Edhe Greqia ballafaqohet me probleme serioze politike, ndërsa Maqedonia gjendet para një periudhe parazgjedhore. Një çështje e tillë e rëndësishme me pasoja serioze duhet ta zgjidhin qeverinë me mandat të fortë dhe vendoshmëri për të zgjidhur këtë problem. Në ndërkohë, mendoj se po e bëjmë çështje kryesore, ajo është krijimi i besimit me projekte konkrete dhe bashkëpunim konkret. Duke folur mbi zgjedhjet e ardhshme, ai ka thënë se asnjë shtet në botë nuk mund të garantojë se nuk do të ketë presion mbi administratën, por ajo që mund të bëhet sipas tij është që nëse ka parregullsi të zbulohen dhe sanksionohen kryerësit. Kryetari i qytetit të Shkupit, Goce Trajanovski, ka deklaruar se askush nuk do të mbetet pa u kompensuar për dëmet e shkaktuara gjatë fatkeqësive natyrore. Ai ka mohuar se po favorizon banorët e Stajkovcës në raport me banorët e Hasanbegut. Trajkovski tha se do të asfaltohen edhe rrugët të cilat nuk kanë qenë të asfaltuara më parë dhe se infrastruktura e rrugëve do të bëhet edhe më e mirë se ajo që ka qenë përpara vërshimeve. Nuk do t'jetë askush i harruar as nga qyteti i Shkupit dhe as nga strukturat e mbetura, të cilat punojnë në sanimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore. Kështu përgjigj kryetari i qytetit të Shkupit, Goce Trajanovski, në pyetjen e gazetarëve se cilat janë hapat e mëtejshëm për rajonet e vërshuara dhe pse ka ankesa të qytetarëve se asgjë nuk po punohet në Hasanbek në krahasim me Stajkovcën. Mislim дека направивме mnogo. Mendoj se kemi bërë shumë në sanimin e dëmeve të fatkeqësisë e cila shkaktoi edhe viktima dhe dëma të mëdha materiale, pasojat janë shumë të mëdha. Rreth asaj që pyetet nëse Hasanbegu është i harruar, unë do të thoja se as pak nuk është harruar, sepse rruga e parë që kemi asfaltuar është pikërisht në Hasanbek, me gjatësi deri në 1200 metra. Nuk do të harrojmë asnjë fshat, ata duhet ta kuptoni, të gjithë janë banorë të qytetit të Shkupit dhe komunës së Gazibabës. Punohet paralelisht me të gjithë. Ai tha se do të asfaltohen edhe rrugët të cilat nuk kanë qenë të asfaltuara më parë dhe se infrastruktura e rrugëve do të bëhet edhe më e mirë se ajo që ka qenë përpara vërshimeve. Grado Skupi izdvoi 150 milion. Qyteti i Shkupit ndau 150 milion denar në këshill të cilët do të jepen për sanimin e infrastrukturës në komunën e Gazibabës, por edhe në komuna të tjera. Ato janë rreth 2.5 milion euro. Komuna e Gazibabës po përgatit tender dhe shpresoj gjatë javës që vjen do të publikon tenderët. Është me rëndësi që është kyçur qeveria e Republikës së Maqedonisë përmes Ministrisë për Transport dhe Lidhje, në të cilët do të jetë përfshirë edhe ndërmarrja Makedonia Pat.
Mendoj se edhe ministria do të japë rreth 3 milion euro përmes Makedonia Pat në asfaltimin e këtyre rrugëve. Ai po ashtu tha se në ditët në vijim do të fillohet me punën rregullimin e rrugës Alia Avdoviç dhe se duke pasur parasysh që pjesa tjetër është në përfundim e sipër të sanimit, sigurisht që për 15 ditë do të përfundojnë punimet. Edhe 15 ditë pas fillimit të vitit shkollor, disa shkolla me mësim në gjuhën shqipe ende nuk kanë filluar punën. Dhe gjithë kjo ndodh si pasojë e neglizhencës së Ministrisë së Arsimit, e cila tani udhëhiqet nga ministri shqiptar nga radhët e BD-s. Ky është vlerësimi i lëvizjes BESA, e cila njofton më tej se si pasojë e kushteve të vështira, mësimi nuk ka filluar të zhvillohet në disa shkolla të komunës së Likovës, siç është shkolla fillore e fshatit Topaj, në të cilën zhvillohen punime për rikonstruimin e objektit shkollor, si dhe shkolla fshatit Mateç. Shkaku i renovimit të shkollës deri më 13 shtator, mësimi nuk është zhvilluar dhe në shkollën e mesme ekonomike të Tetovës, ndërsa si pasojë e mosorganizimit të transportit të nxënësve, mësimi gjithashtu nuk zhvillohet edhe në disa fshatra të komunës së Dollnenit. Nisur nga kjo, lëvizja BESA pyet ministrin e Arsimit dhe drejtuesit e komunës së Likovës dhe të komunave tjera që nuk mundëson mbajtjen e mësimit, se a din ata se mësimi fillon në 1 shtator dhe përse deri atëherë nuk i kanë kryer punimet e nevojshme apo pse nuk kanë gjetur zgjidhje tjetër që fëmijët të mos humbasin nga procesi mësimor. Dy krerët e partive më të mëdha në Shqipëri, Edi Rama dhe Lulzim Basha, kanë shkëmbyer sot akuzat të ndërsjella pas vizitës së kryeministrit Rama në veri të Shqipërisë. Kisha ortodokse serbe në qendër të Prishtinës është bërë bombe kurdisur që po shkakton tensionin ndërmjet partive politike shqiptare. Ecim më tej me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Dy krerët e partive më të mëdha në Shqipëri, Edi Rama dhe Lulzim Basha, kanë shkëmbyer sot akuze të ndërsjella. Kryeministri Edi Rama ka realizuar një vizitë në veri të Shqipërisë, ku ka premtuar se do të realizohen investime që nuk janë bërë deri tani nga qeveritë e djatha. Ndërsa kreu i demokratëve, Lulzim Basha, ka thënë se Rama ka bërë marketing politik në veri të vendit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka realizuar një vizitë në veri të Shqipërisë. Ai ka inspektuar pastrimin e një kanali kullues në Vaun e Dejës, ndërsa u ndal edhe në Puk. Premtoi se i duhen 5 vjet kohë për ta kthyer qytetin në një zonë destinacioni turistik. Unë jam i bindur që deri për sezonin e ardhshëm ne do ta mbyllim gjithë këtë skemë dhe do të kemi gjithë parcela në ujë, kështu që edhe këtë fazë tjetër të projektit do ta garantojmë patjetër, sepse me sa kuptoj unë, ky është një akt që s'është thjesht vetëm puna me vadit një pjesë tokash, por është edhe për të garantuar përfundimisht që mos ketë përmbytje edhe historia të tilla që kanë ardhur nga bllokimi i këtij aksi. Rama shkoi në fshatin Kukël për të inspektuar punime që financohen nga programi për rehabilitimin e infrastrukturës ujitëse dhe kulluese në fshat. Sipas kryeministrit, impakti që po krijon ky program i pastrimit të kanaleve është i ndjeshëm pasi po hapen hapësira për punë në bujqësi. Më pas kreu i qeverisë u ndal në Puk, ku kryetari i bashkisë i prezantoi projekte që synojnë në transferimin e qytetit. Rama premtoi se brenda një afati kohor prej 5 vjetësh do ta kthejë Pukën në një destinacion turistik. Njësoj si në Malsinë e Madhe, tha Rama, zhvillimi i turizmit në këtë zonë do të nxjisë punësimin familjar dhe do të rrisë prodhimin bujqësor. Megjithatë, kjo vizitë nuk ka kaluar pa reagime nga oponentët politik. Ka reaguar kreu i opozitës Lulzim Basha. Në një status në Facebook, kreu i demokratëve shkruan se Rama nuk shkoi në Malsi të Madhe e Vaun e Dejës për problemet ekonomike e sociale të banorëve të atyre zonave, por për të bërë shfaqje politike dhe për të folur kundër opozitës. Sipas Bashës, Rama ju drejtua fermerëve duke u sugjeruar që të merrnin kredi, jo për të mbjellë kultura bujqësore, por për të kultivuar kanabis. Harbuteria e tij nuk ka kufi. U thotë papunëve të skamurve merrni kredi. Po për çfarë? Që të blenë far kanabisi, të mbjellin drog, të bëhen bujqit e kooperativës së tij të madhe narkotike, shkruan Basha.
Kisha ortodokse sërbe në kampusin e Universitetit të Prishtinës kohëve të fundit të shndruar në arenë të përplasjeve ndërmjet partive politike. Por cili është historiku i kësaj bombe të kurdisur të mbetur në Prishtinë që nga regjimi i Miloševićit? Ta ashtu quajturës kisha e Krishtit shpëtimtar, kur themeli i u vu më 5 dhjetor 1992. Atëherë në Kosovë funksiononte vetëm pushteti okupues serb, ndërsa shqiptarët me përjashtim të atyre që i shërbenin atij regjimi ishin dëbuar nga puna dhe nuk ishin kurfar forcë ndikimi. I okupuar nga regjimi Miloševićit ishte edhe Universiteti i Prishtinës. Atë ditë dimri, përveç gjithë krerëve të kishës tradicionalisht shoviniste dhe antishqiptare sërbe, në Prishtinë kishte zbarkuar edhe krye kriminali që i komandonte paramilitarët e quajtur Tigrat, Željko Ražnatović Arkan. Shumë klerik fetar ortodoks serb të Kosovës të ardhur merrnin pjesë në fillimin e ndërtimit të kësaj kishe me prapavi jo fetare, por nacionaliste e shoviniste në kampusin e Universitetit të Prishtinës, në kohën kur universiteti nuk kishte asnjë shqiptar, të gjithë të larguar nga regjimi serb, përveç shërbëtorëve të atij regjimi, ndonjëri prej të cilëve do të jetë edhe nënshkruesi lejes për atë kishë. 29 persona kanë mbetur të lënduar pas një shpërthimi në New York të SBA-ve. Deri tani nuk dihen motivet e sulmit, ndërsa skuadrat antiterroriste janë duke vazhduar hetimet në terren. Në New York janë vendosur masa të rrepta sigurie derisa të sqarohen rrethanat e sulmit. Një shpërthim i ndodhur në lagjen turistike Chelsea në New York të SBA-s ka lënë të plagosur 29 persona, raporton agjencia Anadolu. Departamenti i policisë në New York ka konfirmuar se nga shpërthimi që ka ndodhur në rrugën e 23 në lagjen Chelsea janë plagosur 29 persona, ndër të cilët njëri në gjendje të rëndë. Pas shpërthimit, kryetari i Bashkësisë së New Yorkut Bill de Blasio, i cili shkoi në vendin e shpërthimit, në deklaratën e tij për gazetarët tha se sulmi ka qenë i qëllimshëm, por nuk ka informacione se shpërthimi ka lidhje me terrorizmin. Ekipet e Departamentit të Policisë për luftën kundër terrorizmit filluan hetimet në vendin e ngjarjes, ndërsa janë rritur edhe masat e sigurisë në qytet. Shefi i Departamentit të Policisë James O'Neill tha se shpërthimi nuk ka ndodhur për shkak të gazit natyror dhe shtoi se kanë filluar hetimet kundër një shpërthimi të dytë në rrugën 27. Pohohet se shpërthimi mund të ketë ndodhur në afërsi ose brenda kontinjerit të mbeturinave me anë të një eksplozivi të punuar me dorë. Nga ana tjetër, theksohet se kandidatja për zgjedhje presidenciale të Partisë Demokratike Hillary Clinton është e informuar në lidhje me shpërthimin, ndërsa kandidati i Partisë Republikane Donald Trump theksoi se askush nuk e di se çfarë është duke ndodhur. Të njëjtën ditë në shtetin e New Jersey ishte shpërthyer një bombë brenda kontinjerit të mbeturinave para një gare e cila do të organizojë me qëllim ofrimin e ndihmave, ndërsa ishte njoftuar se në këtë shpërthim nuk ka të vdekur ose të plagosur. 8 persona janë plagosur pas një sulmi me thik në një qendër tregtare në veri të shtetit të Minnesotas në SBA. Të plagosurit, sipas zyrtarëve amerikan, nuk kanë lëndime serioze. I dyshuar i këtij sulmi në qytetin Klud është vrarë nga një policë që nuk ishte në detyrë. Sulmuesi që kishte një thik ishte veshur me uniformë të sigurimit gjatë kohës së sulmit, ka thënë shefi i policisë në Klud Blair Anderson. Ne kemi konfirmuar se sulmuesi kishte pyetur të paktën një person se a është musliman përpara se ta sulmonte, ka shtuar Anderson. Shefi i policisë ka refuzuar që ta quajë këtë sulm si akt të terrorizmit, duke thënë se motivet e këtij sulmi janë akoma të panjohura. Ushtria indis thosë se dyshohet se rebelët kanë sulmuar një kamp të ushtrisë në pjesën e Kashmirit, të administruar nga India, duke vrarë 17 ushtar. 4 militantë janë vrarë po ashtu gjatë këtij sulmi. Policia ka thënë se një numër i paspecifikuar i militantëve kanë hyrë në kampin ushtarak që gjendet në qytetin Uri afër kufirit me Pakistanin dhe ka sulmuar ushtarakët me granata dhe armë. Rajoni i Kashmirit, që është me shumicë muslimane, është i ndarë në mes të Indisë dhe Pakistanit. Tajfuni më i fuqishëm këtë vit në Kinë, Meranti, deri tani ka marrë jetën e 28 personave, ndërsa 15 të tjerë llogariten si të zhdukur, raporton agjencia Anadolu. Në provincën Fujian, në jug të Kinës, 18 persona kanë humbur jetën, ndërsa si të zhdukur llogariten 11 të tjerë.
Zyrtarët lokal theksojnë se është shkaktuar dëm mbi 18.300 objekte, ndërsa dëmi vlerësohet në 2.5 miliard dollar. Në Xinjiangu, tajfuni ka shkaktuar vdekjen e 10 njerëzve, ndërsa 4 persona janë zhdukur. Tajfuni në Taiwan të enjten mori jetën e një personi, ndërsa shkaktoi plagosjen e më shumë se 50 personave. Pasojat filluan të ndjehen edhe në juglindje të Kinës. Vala tjetër e tajfunit Malakas u paraqit në brigjet e lindjes së Taiwanit, ndërsa ndikimi i tij mund të jetë edhe në juglindje të Kinës. Tajfuni me fuqi prej 198 km/h dje shkaktoi ndalimin e mësimit në shkollat në Taipei, në Taiwan, ndërsa u anuluan edhe 183 fluturime. Mishë, ku së ndëruar ndoqet lajmet qendrore në televizionin Shenja. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.